Lajmi që mori vëmendjen e medias dhe të publikut ditët e fundit ishte ngritja e akuzës nga prokuroria e posaçme, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike për zëvendës kryeministren Belinda Balluku në lidhje me ndërtimin e tunelit të Llogaras. Ky lajm sfumoi edhe vendimin e diskutueshëm të gjykatës kushtetuese në lidhje me kryebashkiakun e Tiranës Erion Beliaj, të cilin e lanë në detyrë edhe pse ai prej 9 muajsh ndodhet në burgun e Durrësit me 13 akuza shumë të rënda dhe që me lojën e avokatëve të tij po pengon zhvillimin e seancave në GKK. Lajmi se Balluku do të ishte nën akuzë mori dhënë. Kuptohet, disa media i dhanë një peshë më të madhe, shumica e tyre kanë abuzuar, ka fryrje, ka manipulime, ka edhe keq interpretime. Si gjithmonë populli kërkon drejtësi, prokurorët kanë bërë punën e tyre dhe përtek kësaj thelbi është çështja. Pra, çështja e tunelit dhe mesazhet që janë gjetur ish drejtorit të ARSH-s, Evis Berberi, mbi bazën e të cilave janë ngritur edhe akuzat ndaj zëvendës kryeministres. E thon shkurt dhe shqip, ndryshe nga analistët që i vinë vërdall dhe nuk din ta thonë, tuneli i Llogaras ka vetëm një fjali, gjithçka për Erdoganin. Por disa ditë CNA nuk ka folur, thjesht ka raportuar, nuk ka dhënë asnjë opinion. Por për ata që duan të kuptojnë se çfarë ka ndodhur, e vërteta është se SPAK nuk ka ende asnjë provë korrupsioni dhe askush nuk akuzohet për korrupsion. Ndryshe nga sa thuhet dhe fryhet opinioni publik, janë 50 milionë euro më pak, janë 50 milionë euro më shumë. Shumica e tyre janë nga njështra, abuzohet, thuhen të pavërteta, gjysmë të vërteta për interesa të caktuara dhe kuptohet sulmohet zëvendës kryeministrja, e cila padyshim ka jo pak armiq. Gjithçka për Erdoganin, sepse është e qartë dhe këtë na e ka thënë edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj se ky tender është dhënë në funksion të gjeostrategjisë politike të ndjekur nga Shqipëria. Ky tender i është dhënë një kompani afër presidentit turk Erdogan. Këtë e ka thënë zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj në Arati. Gjithashtu këto e ka thënë edhe opozita. Pra që na thuhet lidhja e biznesmenit afër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Në fakt, presidenti turk Erdogan ka qenë shumë dashamirës me Shqipërinë. Kjo është e vërtetë dhe s'mund ta mohojmë. Vetëm me iniciativën e tij u ndërtua spitali në Fier me një kosto 60 milionë euro. Tani për çdo që ka pak memorie, le të kthehemi pas në kohë. Qeveria shqiptare zhvilloi një tender me disa procedura, të cilave nuk po ju hym të sqarojmë. Dhe këtë tender e merr një kompani afër presidentit turk. Korrupsion nuk ka. Vlerat e fryra janë të gënjeshtra, sepse në një reagim tjetër do ta sqarojmë atë të vërtetë bashkë me dokumentet që ndodhen në dosjen e SPAK. Dhe për ata që duan të dinë të vërtetën, ajo është një dhe vetëm një. Gjithçka duket qartasi që është bërë për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Pas një investimi dhe një dhurate madhështore që ai i bëri për Shqipërinë, edhe gjatë kohës së pandemisë dhe me investimet e tjera, por eksaktësisht edhe për spitalin e Fierit. Dhe më pas një biznesmen afër tij, pas një anulimi të një tenderi nga subjektet që garonin, mes të cilave edhe 2 kompani turke që nuk plotësonin kriteret, vjen një kompani nga më të mëdha, me shumë eksperiencë afër presidentit turk dhe fiton tenderin dhe ndërton një super tunel. Tuneli është atje, shqiptarët e dinë. Korrupsioni nuk ekziston. E gjithë pyetja është, a duhet apo s'duhet ta merrte kjo kompania afër Erdoganit? A është favorizuar apo nuk është favorizuar? Në fakt, për ata që thonë ka korrupsion dhe favorizim, e vërteta është krejt ndryshe. Gjithçka është bërë për presidentin Erdogan, nuk ka ndonjë korrupsion apo favorizim. Por ata që duan të kuptojnë, e thon shkoqur, e thon shqipfare, qeveria turke, shteti turk, presidenti Erdogan bën një dhuratë shumë të madhe për Shqipërinë dhe më pas në një garë të hapur, një kompani turke në bashkëpunim edhe me një kompani shqiptare realizua ndërtimin e një tuneli që ndodhet atje, që nuk ka asnjë akuzë për korrupsion, që nuk ka asnjë provë për korrupsion, por thjesht dhe vetëm është ajo fjalia që ne e kemi përsëritur disa herë. Gjithçka është bërë, duket qartasi për Erdoganin, si një kthim borxhi për atë nder dhe respekt që ai kishte bërë për shqiptarët. Dhe jo vetëm një, siç është rasti i tunelit, por edhe shumë të tjera. Shteti shqiptar, populli shqiptar ja kishte borxh presidentit Erdogan, sepse ai nuk ka shpëtuar një jetë, dhe një jetë nuk ka çmim, por ka shpëtuar me qindra jetë shqiptarësh, ndoshta me mira, me shërbimin në spitalin e Fierit dhe me ndihmën për vaksinat gjatë pandemisë COVID-19. Dhe për ata që kanë pak mend në kokë dhe din ta kuptojnë, nuk kemi të bëjmë me korrupsion, nuk kemi të bëjmë me vjedhje, por kemi të bëjmë me një kthim deri, le ta quajmë. Thjesht që në rastin konkret më pas është kthyer në një akuzë penale për shkak të anulimit të tenderit të parë dhe shpalljes fitues të një kompanie turke dhe për shkak të një mesazhi të cilin zëvendës kryeministria ja ka kaluar ish drejtorit të ARSH-s Evis Berberi. Ky mesazh sërish tregon që kompania është afër presidentit Erdogan, ashtu si kur opozita thotë që është afër presidentit Erdogan. Pra gjithçka
është bërë për Erdoganin dhe përtej lojërave mediatike, ka dhe fakte të tjera në dosjen e Spakut që tani që gjërat po qartësohen dhe janë edhe më të qarta dhe më të pastra për opinionin publik, ne do t'i sjellim me fakte dhe prova se si për disa ditë me radhë ka patur manipulime, mashtrime nga mediat dhe vërteta në lidhje me hetimet për tunelin e Llogaras është krejt ndryshe nga ajo që jep propaganda e segmenteve të caktuara të 99-shave të paguar edhe nga brenda Partisë Socialiste dhe të suportuar fort edhe nga qelitë e burgut të Durrësit.